thot ej mualliman lil khayri da'iyan ila Allah, me të ba Allahu mësues të khajrit, me ja mësu tjerëve khajrin, da'iyan ila Allah, me i thirr njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, mudhakkiran bihi, me ja u kujtu njerëzve Allahun subhanahu wa taala, muraghiban fi ta'atihi, me i nxit njerëzit që me kanë bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çka është kur ti je kështu, je i bereqetshëm. Nëse në jetën tane, në takimet e tua, mezhliset e tua, ndajat e tua, je vëllezër e ki këtë ambicje, punon këtë formë, përkushtohesh që me kanë kështu, siç po e përshkruan Ibn Kaimi, atëherë dije se ki me kanë njeri i bereqetshëm, edhe që ato mezhlise kanë me kanë mezhlise të bereqetshëm. Mirë, po nëse është e kundërta, ta shikoni çfarë thotë Ibn Kaimi, thotë wa man khala min hadha, ai që nuk i ka këto cilësi, thotë faqad khala min al-barakati, është zhveshur nga bereqeti, Allahu na ruaj, thotë wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bihi, edhe nuk ka bereqet në takimet e tij me njerëzit edhe në tubimet e tij me njerëzit. Do thotë nuk hishet bereqeti vëllezër vetëm për këtij personi si person, mirë po edhe prej çdo që rrin me to. Pra hishet bereqeti vëllezër çka? Për këtij personi që nuk i ka këto cilësi, edhe për çdo që takohet me to edhe rrin me to. Pa hishet bereqeti vëllezër për mezhliseve ndajave ku është ky njeri. Pse? Shkon nëse në përndaja tona nuk ka njeri i cili me lejen e Allahu subhanahu wa taala e kthen rrjedhën e mezhlisit në hajër dhe në mirësi, edhe e udhëheq mezhlisin edhe ndajen drejt hajrit edhe mirësisë, atëherë dije domethënë se ai mezhlis dhe diçka është mezhlis ku nuk ka në to bereqet. Pa nëse ka njeri i cili i merr frenat vëllazër, edhe udhëheqjen e atij mezhlisi, edhe e drejton atë mezhlis edhe biseda drejt hajrit edhe mirësisë, atëherë ai është mezhlis dhe diçka i pa bereqetshëm. Ku në to nuk ka dhe diçka hajr. E kështu vëllazër mezhliset janë kështu. Mezhliset ndajat presin kush po i merr frenat e tyre. Ose në hajr, e nëse merren në hajr, atëherë çka ka me kanë bereqet për krejt ata që janë aty, apo Allahu na ruaj domethënë sherr, e çka ndodh thash na ka sqaruar këta vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kur njerëzit tubohen me një mezhlis edhe nuk e kujtojnë aty Allahun, edhe nuk shojnë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot kur ngriten prej atij mezhlisi, thot kanë mund ngrit sikur kanë qenë tubum rreth një coftinet gomarit me erë shumë të keqe. Allahu na paramendon se çfarë gjendje është shëmtuar e keq. Kush është ai që kënaqet për veten e tij me këtë poshtrim edhe këtë nënçmim? Kënajt 1 orë, 2 orë, 3 orë në ato bisedat kota, pastaj kur qohesh, domethënë sikur në mesin e asaj ode atij mezhlisi ka qenë aty një ngordhësirë gomarit me erë të keqe, edhe ju keni qenë rreth aty, apo kanë qenë njerëzit rreth aty dhe kanë ngrahën pe asaj kufome edhe pastaj çohen. Ç'ka është vëllazër kështu? Ka thënë pejgamberi alayhis salam është gjendja këtyre njerëzve, thot wa kanat alehim hasra. Jo vetëm kaq, mirë po ka me pas për ta ka me kanë pikëllim edhe dëshpërim. Shkon do të thotë pasojat e këtij mezhlisi të kot nuk përfundojnë vetëm në atë vend. Mirë po ki më përball me pasoja në ditën e kiametit kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, kur ta takojsh Allahun, pse se ato të kocira, gjanat kota që janë folë aty çka janë shkruar në regjistrin e veprave tua, që ki me i gjetë hapur kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Allah thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e thot njeriu e ka të gatshëm një engjëll, një melek, i cili më një herë shkruan ato. Çdo që është shkruar dhe çdo që është shënuar me rujt në kimë xhet në regjistrin e veprave kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, kimë lexu para Allahut. E pse vëllezër këto mezhlise nuk kanë to bereqet, to mezhlise të kota, sepse janë për dunja vëllezër. Tu bohen njerëzit për dunja edhe ndahen për dunja. Ajo që ai ka të bësh dunjaja. Edhe kur ngritën për hir dunjas. Kur përshëndeten çka, duke i pas zemrat e lidhura për dunjan. Andaj këto mezhlise nuk ka bereqet. E mezhliset më të mira janë ato ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, ku njerëzit mësojnë për fenë e Allahut, e mëson një ajet, një hadith, një dispozitë fetare, një shpjegim të një ajetit. Mezhlise ku kujtohet Allahu subhanahu wa taala.
Mezhlise kur ti qohësh, nuk qohësh me gjunahe, nuk qohësh do me thonë me zemër të rëndume që tu ka dobësu imani, mirë po çka përfiton, edhe të shtohet imani, shtohet bindja në Allahun subhanahu wa taala, shtohet dëshira me bë punë të mira, mu largu prej gjunaheve. Shtohet në mezhliset e hajrit. Ndërsa mezhliset e kota, xhanave të kota, të gibetit, përgojimit, gjunaheve, talljeve, përçeshjeve, këto vëllezër janë mezhlise të shejtanit që vetëm e largojnë njeriu nga Allahu subhanahu wa taala, ta hupin kohën edhe ta prishin zemrën. Edhe në ditën e Kiametit, siç e dëgjut hadithin, kemi i rapi shmang vëllezër për këto kohë që i kequ, domethënë këto gjana të kota pa e përmend Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo na bën neve që na do të me pas kujdes vëllezër me rujt kohën, edhe kohën tonë me e mbush gjana që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Sallallahu ibn Kaimi po thot, fa innahu yudhi'u al-waqta fil mujrayat. Këta njerëz më që e hupin kohën, që janë këto al-mujrayat, von gjana që ndodhin rrethana që ka ndodhur ngjarjet, von folin për gjana që po ndodh. Gjana von pa dobishme. A dëgjove çka kish ndodh, a e pa çka ish bë, a e pa çka i kish thënë filanit, a e pa kështu. Bon gjana që nuk ka kur far dobi në to. Ajo çka është hala më e keqe vëllazër. Kur bëhen çka folin për tjerë çka kanë bërë edhe bëjnë gibet. E përgojojnë tjetrin. Kur ai nuk është prezent. E çka është gibeti? Pejgamberi sa më ka thënë dhikruka li akhika bima yakrah, ose dhikruka akhaka bima yakrah. Kur e përmend për vllahun ton musliman, përmend gjana për cilat ai don i urren. Don ti e përmend filani kish bë kështu, mirë pa ai nuk ka çfarë vëllazër që ato gjana më u përmendën për mezhlise para njerëzve. Andaj rezultati i këtyre ndajave vëllazër të kota është që ta hupin kohën edhe ta prishin zemrën. Dy gjana vëllazër që janë shumë të rëndësishme. Koha, gjëja më e shtrenjtë, më e çmueshme që e posëdon është koha. Andaj nëse angazhohesh në këto mezhlise me gjana të tilla vëllazër komo të hub koha, e se rezultati i kësaj edhe komo të prish vëllazër çka zemra. Shkon vëllazër gjendjen e këtyre njerëzve që merren me gjana të kota, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më udhëzoj vëllazër gjithë. Sa vëllazër orë tana qëndrojnë von para televizorit, qëndrojnë para rrjeteve sociale, qëndrojnë para harameve, qëndrojnë për kafeteri, qëndrojnë për ndaja të kota. Edhe aty ju humbin vëllazër çka obligimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, ikin namazet. Nuk e kujtojnë fara Allahun subhanahu wa taala, ikin obligimet që ai kanë karshi familjes, karshi prindve. Orë të tëra ku nuk ju shkon fare ndërmend, jo me gjuhë mirë, po as në mend nuk ju shkon Allahu subhanahu wa taala. Këto vëllezër si thamë janë mezhlise të shejtanit, Allahu na ruaj, ku nuk ka bereqet në to mezhlise, nuk ka bereqet në ato mezhlise as në ata njerëz vëllezër që ulen edhe rrin to. Sallallahu ibn Kaimi thot këto i gjana thot që ta hupin kohën, thot edhe ta prishin zemrën, thot wa kullu afatin tadkhulu ala al-abd, çdo defekt i cili hin tek njeriu, thot fasababuha daya'u al-waqti wa fasadu al-qalb. Kthehet dy gjana, humbja e kohës edhe prishja e zemrës.